Arqipeshkvi i Shkodër Pult, Imzot Gjovani Peragjine, ka përcjell mesazhin e tij të urimit me rastin e festës së Kurban Bayramit, një traditë që në çdo festë të komunitetit musliman, Kisha Katolike e vijon. Fort i nderuar Imam Muhamet Sytari, mufti i zonës së Shkodrës, fort të dashur vëllezër dhe motra musliman, në kremtimin e festës së shenjtë të Kurban Bayramit dëshiroj t'ju përcjell urimet e mia më të përzemërta e vëllazërore, duke lutur hyjin e gjithëmëshirshëm që në këtë ditë të bekuar të zbres paqe mbi familjet tuaja, mbi vendin tonë dhe mbi mbar njerëzimin. Kjo festë e madhe e besimit na rikthen para figurës madhështore të Abrahamit, atit të besimit, i cili në bindje të plotë ndaj hyjit pranoi rrugën e sakrificës, duke dëshmuar se besimi vërtet lind aty ku zemra njeriut i hapet plotësisht vullnetit të Zotit. Në këtë akt të lartë shpirtëror, njerëzimi sheh jo vetëm provën e besimit, por edhe triumfin e mëshirës hyjnore mbi frikën dhe pasigurinë njerëzore. Sot më shumë se kurrë, bota ka nevojë për këtë dëshmi besimi, për njerëz që ndërtojnë ura e jo mure, që mbjellin paqe e jo përçarje, që zgjedhin dialogun, respektin dhe dashurinë vëllazërore. Kurban Bayrami na kujton se sakrifica merr kuptim të vërtet vetëm kur shndërrohet në dashuri ndaj tjetrit, në kujdes për të varfrit, në afërsi me ata që vuajnë dhe në shpresë për ata që ndihen të harruar. Shqipëria jon, e bekuar me traditën e bashkëjetesës dhe respektit ndërfetar, mbetet një dëshmi e çmuar për botën se besimi në hyjin nuk na ndan, por na thret të ecim së bashku në dinjitet, paqe dhe mirëkuptim. Në këtë ditë të shenjtë lutem që hyjit bekojë çdo familje, të forcojë zemrat e atyre që vuajnë, të dhurojë paqe aty ku ka konflikt dhe të mbush popullin ton me shpresë, harmoni dhe dashuri vëllazërore, me respekt e afërsi shpirtërore, ju uroj nga zemra gëzuar festën e Kurban Bayramit, e mbyll mesazhin e tij Arqipeshkvi i Shkodër Pult Imzot Peragjine.